mendoj që programi ynë është ai që ta stabilizoj vendin në 4 vitet e ardhshme. Mirë, po disa veprime janë të rëndësishme të ndodhin, domethënë në qysh në muajt e parë. Rritja pagave do të ndodhë në 3 muaj, në 4 muajt e parë. Lirimi nga TVSH do të ndodhë 3 muaj, 4 muajt e parë. Shfuqizimi i ligjit në tatimin prodhën do të ndodhë 3 muaj deri në 4 muajt e parë. Prandaj këto janë gjërat që ndodhin. Me ndërtu një spital të ri që do të kushtoj 30 milion euro, s'mundet me kryen 3 muaj, 4 muajt e parë. Do të na vynë 3 vjet. Mirë, po këto ndërhyrje, domethënë të cilat bëhen përmes ligjeve, ligji pagave, ligje të tjera në fjalë, ato mund të ndodhin brenda një periudhe shumë të shkurtë, efekti ekonomik të jeta jonë, të jeta e shtetërorëve do të jetë shumë i madh. Prandaj mendoj që kjo është imediate, kjo është shumë e rëndësishme. Dhe saktësisht ne jemi të fokusuar në angazhimin tonë, në orientimet tona politike dhe jo te kritika ndaj kësaj qeverie. Zoti Tahiri, ju me të mbërç, domthonë edhe publikut rreth Hagës, është përka ma shumë kauza e tyne atëherë, ku ju keni qenë edhe kryusja ati departamenti për mbështetje, apo sot. Sepse, domthonë, qeveria Kurtit zakonisht lavdohet që gjitha detyrimet shtetërore i ka kryer kjo qeveri ndaj tyne. Cila është e vërtetë? Qeveria Kurti fatkeqësisht ka vendosur tavanet e cilat kanë shkaktuar dëm të madh të mbrojtja e të dy këtë rast të kryetarëve të Partisë Demokratike, presidentit Taçit dhe zotit Veseli. Pse? Ju e dini që në proces 2 avokatët kryesor për shkak të mjeteve financiare e kanë lënë procesin. Pra edhe nga zoti Taçi, edhe nga zoti Veseli. Avokatët kryesor, pro Gregory Kiho, dhe avokati që ka qenë i zotit Veseli që më dule emri për i tipi menes, më kujtohet për momentin. Si? Ben Emerson, të dy të largu për shkak mos përmbushjes së obligimeve financiare. Tash mund të imagjinoni çfarë domi është bëna atë proces. Zoti Kurti ka vendosur tavane të cilat kanë qenë shumë të dëmshme. Jashtëzakonisht shumë të dëmshme. Zoti Kurti nuk ka ndihmuar mjaftueshëm mbrojtjen e të akuzuarve në Hagë. Tavanet, më praktikisht, çka ka bënë? Për shembull, kanë qenë në çmime, kanë qenë shumë të caktuara mujore, të cilat nuk kanë qenë të mjaftueshme për t'i mbuluar shpenzimet. Mos kishin qenë në këtë rast edhe fondi që është krijuar si organizatë jo qeveritare dhe me ndihmë shtetare të Kosovës, edhe për zotin Veseli, edhe për zotin Thaçi, domethënë ata do të ishin në një gjendje të mirë. Shtetërorët e Republikës Kosovës kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë me mjetet e tyre financiare edhe nga diaspora, edhe nga Kosova dhe e kanë ndihmuar këtë proces. Dhe në anën tjetër, unë veç po ja vendosi një paralele. Kroacia vetëm për një general ka shpenzuar më shumë se sa ne si shtet që kemi shpenzuar për krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe të njëjtit themelues të shtetit Kosovës. Tash mund ta imagjinoni vetëm për një rasti Gotovinës. Ka shpenzuar më shumë se sa Republika e Kosovës, qeveria për këto 5 vite. Edhe mund të themi me shifra këtu, sepse ka një pretendim që Kosova i ka shpenzuar 36 milion ishte shifra fundit, 37 milion. Po, për këto 5 vite. Nëse e krahasojmë me Kroacinë? Edhe domethënë vetëm rasti i tij thuhet që diku ka 42 milion euro ka shku. Janë shumë, vetëm të generalit në fjalë, Gotovina, i cili s'ka qenë udhëheqës i luftës, ka qenë general për një betejë caktuar që ka bëu, i cili s'ka qenë shefi i armatës kroate në atë kohë.